Empatia për shkak shoqës tot edhe unë s'du me pi, s'du me hangër, ose shkon ti nëse pini cigare. Po, qyshe këto që e tha që bullizohen njerëz që nuk agjerojnë. Nuk e besoj. Bullizohen, disa nga të rritë agjenojnë në munges, do thot, financiare, edhe t'i kursej ato pak pare, thot që unë jam agjeru shumë, ka nëzënës që nuk mundet si kolegu i ti me shku me ble një hamburger dhe arsyetohet që është agjeru shumë, pa e qartë kryesorja. Qartë kryesorja. Unë nuk kisha pat qef që tjetë debat se si duhet me agjenu, do thot, debati se si duhet me agjeru, kisha pat qef tjetë në gjami kur të ata njerëz që janë besimtar e shkojnë edhe dojnë me ditë se si duhet më agjeru. Shiko, zotë Rebeka, edhe një misione tjera, se veç po i përsëritni, edhe në një misione tjera, gjithmonë problemi është e ju, të partia ju, edhe të disa, manifestimi. Parti, hajde për hajde. Si e parti? I bohën, inshallah. Nuk e ke plan. Pra, oke, planë mbretëvore. Gjithmonë e keni problem manifestimin, edhe na e kemi problem. Për shembull, Shëndriti mund t'jetë besimtar shumë maj fortë se unë, nivelet më të larta. Po, asgjë nuk je pengonti, a unë si besimtare, qësh prej moshës 14 vjeqare, kam qenë e bulizume, si besimtare nuk u pengon, po sepse ti do të me këtë shamin këtu, nuk po pasqyron kulturën dhe traditën e venit, kulturën shqiptare. Mundesh me konë besimtare dhe për këtë shami, sepse kjo nuk është pjesë e kulturës dhe traditës. Bindja jeme dhe jam krenare që e di që je patriote, je atëdase. Kjo është bindja jeme dhe unë jam krenare që e baj. Ato që ka unë kërkoj që çdo shqiptar ta paraqet kulturën e venit nuk e paraqet. E paraqet. Në momentin kur na e manifestojmë një bindje tonë fetare, atëherë etiketohemi, bulizohemi, nënçmohemi dhe poshtrohemi. Për shembull, ka shumë raste. Po qysh ju pretendoni 194% edhe lini veten të bulizuar të sulmuar. Sistemi është laik. Mirë po prapë neve po në respekton. Fatbarësisht që e kemë sistemin dhe kushtetutën laike, se përdyshe ju në këshish fut shëjratin këtu. Dhe Albolena edhe Dilara. Dilara, eksakt. Do të edhe Dilara do të këshin mujt me dalë këtu në studio pa shami. Shamia nuk dëbën njerë. Jo, fatbarësisht e kemë kushtetutën laike, Zonjusha është një spikere, një profesionaliste, një gazetare, një zoj, në Shamia në qitja prapë që se ka edukatën, emancipimin, kur gjë si bën Shamia. Por, na që e kemi marë si bindje prej moshës 14 vjeqare, pytë ma shpirtin tem deri tek edhe bindjen tem. Mira, mund është me koni muslimane e mirë dhe pa Shami? Edhe mendimin tem ma kuptojnë ndryshe, vetëm se e ki Shamin. Për që të mendim ndryshe, për që duke ndryshe, u akuzova edhe i rash klavirit. Iqbala, mund është me koni muslimane e mirë dhe pa Shami? Po, shumë atëherë do të thotë që kjo shami nuk është kompatibile me kulturën e venit. Prandaj 90% që i grave nuk mbajnë shamia. Kretë janë muslimane në Kosovë, a i gjenë një 5% të shqiptareve muslimane, 95% janë, një 5% që i gjenë me shami. Nuk e kemi. Shamia është edukimi para shamis. Agjerimi është edukim, ta kryosh empatin, mos ta shikosh si armik zotri Basriun, pse mendon ndryshe. Unë për vete, unë e hismanin që ka mendojnë të tjerët për mu, se s'jap llogarit e zoti. A unë thom Iqbal, që ka jetu mendu për Basriun, për Shëndritin, për filanin Fistekin, sepse edhe mendimet mos paragjykoni, sepse shumica e paragjykimeve është mëkat. Prandaj, manifestimi është problem. Unë 4 vite rresht kam folë në për TikTokin tem, jam influencere, më ndiqni në Iqbal Huduti në YouTube e në TikTok, 4 vite kam folë që neve muslimanëve në Kosovë na bëhet pa drejtësi.
Ja bune një marketing rrëtë Qysh mundet një bo juve pa drejtësi, kur ju pretendoni që jeni shumicë? Që pakës, po bëhet se jemi shtet laik, na duhet ta respektojmë. Ju po doni me thelu shtetin Na laik, duhet ta respektojmë, na rebelohemi, na revoltohemi kur të na bëhen pa drejtësi. Po juve asë i drejtë e juve nuk po ju cënohet. Na, muslimanët, revoltohemi kur na bëjnë pa drejtësisë. Që kjo revolta jeme, a peshe që shpo në gjallët. Unë vetë shpidhëm i cila pa drejtësi po ju bëhet? Po e koto që po ta tregoj, sabër, na revoltohemi, por nuk rebelohemi. Si ka thënë Konfucio, kur i bëhet një populli pa drejtësi, të edukuarit revoltohen, të pa edukuarit rebelohen, thëjnë e bëjnë. Po në këtë rast kush po rebelohet? Për shembull, nuk po rebelohemi, na veç revoltohemi. Rebelohen që ta ekstremistat që po shkojnë në Siri me atë komandantin e Maqedonisë që është shqiptar, tash është komandanti ushtrisë së Sirisë, i cili po bën masakër me muslimanët Alevi. Të pa edukuarit rebelohen, po mysin njerëz, në muajin Ramazan, muajin e shejt po mbyten njerëzit.